Si të praktikohemi në Kahoot? Ekipi duhet të ketë 2 pajisje të lidhura me internet. Një pajisje që të shfaqen pyetjet, ekrani 1. Një pajisje që të jepen përgjigjet, ekrani 2. Në ekranin 2 mund të instaloni aplikacionin Kahoot nga App Store apo Play Store, ose futuni në linkun www.kahoot.it. Për të praktikuar, ndiqni hapat. Në ekranin 1, lidhuni në linkun ose skanoni QR code. Zgjidhni Albania. Nga testet e shfaqura, zgjidhni këtë të dëshironi për të praktikuar. Logohuni ose regjistrohuni. Klikoni butonin Start. Shtypni butonin Classic Mode. Në ekran do ju shfaqet një numër PIN. Në ekranin 2, ku keni hapur aplikacionin Kahoot, vendosni këtë PIN dhe emrin tuaj. Pasi në ekranin 1 ju shfaqet emri, klikoni Start dhe loja fillon. Në ekranin 1 keni pyetjet. Zgjidhni përgjigjen e duhur në ekranin 2. Pasi të përfundoni së dhëni përgjigjen, ju do të keni rezultatin dhe renditjen tuaj. Ditën e organizimit të quizit, sigurohuni që ekrani 1 të lidhet me kanalin YouTube të AAB. Ju urojmë suksese!